pështrohet pyetja vazhdimisht e çka me ata votues fëmijë që në ndërkohë i mushin 18 vjet edhe jetojnë jashtë, a pjoqohet aty i ka shtit dikush në listë, ata nuk janë listë. Nuk janë në listën e votimit të rregullt, siç kanë pas 18 vjet. Deri ditën e votimit me kur i bjen ajo në atje deri me sotin 10 nëntora, çush i bjen. Ajo na me 9-ën e kemi. Deri me 8-ën, 7-ën i mushin 18 vjet. Çka bëhet me ata? Mirë është me sqaruar. Unë nuk e kam atë problem se unë e kam drejtën e votës, po ata e fitojnë drejtën e votës. Edhe vinë mirë. Bëjani qartë edhe ata e dëgjojnë. Mandej se ka pyetje, faleminderit. Po, fatmirësisht edhe këtë çështje kemi trajtuar me rregullën zgjedhore për krijimin e listës votuese dhe kemi parapat që personat që mbushin 18 vjet, bazë praktikave të Komisionit të Venecias, kemi parapat që ata që mbushin 18 vjet do të përfshihen në listën përfundimtare të votuesve, që është nuk është numër shumë i lartë, por do të përfshihen në listën përfundimtare të votuesve për raundin e dytë të zgjedhjeve. Ata që jetojnë jashtë që mbushin 18 vjet gjatë kësaj kohe, kanë mundësi në orë me bëtë sefte votimin këto brenda vendit, do të jenë në listën votuese. Ndërsa personat që për gjatë kësaj periudhe kohore kanë heqë dorë nga shtetësia e Kosovës, do të largohen, ose kanë ndruar jetë, do të largohen nga lista votuese, por rekomandimi do të vije ndërkohë sot gjatë ditës besoj, derisa të përgatiten gjitha materialet dhe të përkthehen. Edhe kjo është çështja mirë që e sqarua, domethënë ata e dëgjojnë. Na kemi kriju një sistem interesant dhe ajo është, domethënë duhet krijohet sistemi. Shihni sa lehtë është ata që kanë heqë dorë nga shtetësia, edhe shumë e drejtë, shumë shpejt hiqen edhe nga lista, po ata që e fitojnë drejtën e votu, jo ata pak më ngadalë shkon me u regjistru. Jo, i nderuar koleg, ata janë në mënyrë automatike të futur në listë, po kohë e shkurtër e pamundson regjistrimin e tyre për të votuar jashtë vendit. Kjo është arsyeja pse ata nuk munden me votu këtë herë, meqenëse afati është shumë i shkurtër. Mirë, nëse s'ka dikush diçka tjetër, jo. Unë e hedh në votim, kush është për? Ata me 11 vota për, miratohet plani kohor për aktivitetet zgjedhore për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunave. Në të ndryshme? Rjenit? Po, kryetar, një diskutim që e patëm edhe gjatë mbledhjes së Këshillit të Operacioneve Zgjedhore, çështja e shpalljes së rezultateve përfundimtare edhe certifikimi i tyre që pas saj, konsiderojmë që është shumë e nevojshme që kemi përgjigje edhe për PZAP-s së Supremës, por në anën tjetër edhe një përgatitje të raportit për anës së sekretariatit lidhur me secilën komunë, prej departamentit prej zyrës ligjore në këtë rast, një tabel, një raport për secilën komunë veç me pas se ku kemi ankesa dhe ku nuk kemi ankesa, që t'i hapet rrugë që shpalljes rezultate përfundimtare. Mos presim që mund të jetë e vogël apo për dikun që mund të pas shumë ankesa e për disa të tjera që nuk ka hiç, me prit edhe me shtyn këtë rast të shpalljen e rezultateve përfundimtare. Konsiderojmë që kështu kemi vepruar edhe në zgjedhjet lokale 2021, kur në mënyrë grupore, pra 4-5 komuna i kemi shpall veç në mënyrë që mi hap për rrugë edhe me definu gjanat, me pas ma lehtë edhe organizimin këtë rast edhe për votimin jashtë Kosovës, por edhe për shtypjen e flet votimeve brenda vendit dhe organizime tjera, aktivitete tjera që duhet bëhen. Prandaj konsideroj që është e nevojshme një kërkesë këtë rast për këto dy institucione. Se kjo na duhet edhe me ditë që a ka sot mbledhje lidhe me këtë, nëse duhet me shpall një rezultat përfundimtar edhe sot, nëse nuk ka diçka tjetër. Jo vetëm ditët, po dhe orët edhe minutat janë të rëndësishme sidomos për komunat në të cilat dihet tashmë që jo dhe shkojnë në balotazh, shkojnë në rundë dytë edhe sa më herët që ne i përfundojmë procedurat tona, shpallim rezultatet përfundimtare, rrjedhin afate tjera dhe më herët mund të fillojnë në ato komuna dhe përgatitjet pastaj. Edhe ta kemi qartë edhe na për arsye organizative këtë çështje. Kështu që sot në duhet me ditë a duhet më nejt këtej apo nesër, pas nesër kurdo që mund të ketë mbledhje, është mirë me na majt informuar që t'i kryjmë këto veprimet tona operative me kohë.
Faleminderit kryetar, unë mendoj për shembull që duhet kryen veprimet e duhura, e ndoshta gjatë ditës sotme e mas largu nesër t'i shpallin të pjesshme rezultatet përfundimtare aty ku është e mundur. Pa komuniku me PZAP-ën edhe Gjykatën Supreme, nuk mundem me publiku diçka se tash ka shumë ankesa, edhe duhet me ndat ku ka ankesa për kryetar komunave, ku ka ankesa vetëm për kuvende komunale. Pak është problematike për sot, po unë po bëj përpjekje me komuniku me PZAP-ën edhe Gjykatën Supreme, por ndoshta gjatë vikendit, nëse marrim ndonjë përgjigje. Po sot gjatë ditës komunikojmë me këto dy institucione, edhe do të njoftoheni. Nesër i bie që me shpalla me afatin që se djeva procesin që në rënë. Po e marrë një komplementim. Që se Bardhja në ora 20:30. Që i bie disa 20:30. Po shikoj se çka mundem me bëna sot gjatë ditës edhe për me mujt me publiku ndonjë rezultat.